Komuna e Prizrenit në bashkëpunim me organizatën Jetimat e Ballkanit, të udhëhequr nga Halil Kastrati, nisën projektin e madh humanitar për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë. Ky projekt simbolizon bashkimin e forcave për të ofruar një stretë të sigurt atyre që kanë më së shumti nevojë. Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se ky është një shembull konkret i bashkëpunimit dhe i zemrës së madhe prizrenase. Sot po e dëshmojmë edhe një herë se Prizreni nuk i harron njerëzit në nevojë. Me Halil Kastratin dhe Jetimat e Ballkanit, po ndërtojmë 50 shtëpi të reja, 50 histori shprese dhe dinjiteti për familjet tona. Ai shtoi se ky projekt është pjesë e angazhimit të tij për një Prizren të drejtë dhe gjithëpërfshirës. Ky është humanizmi në vepër, solidariteti që e mban gjallë shpirtin e qytetit tonë. Në mandatin tim të dytë, do të sigurohemi që askush të mos mbetet pa kulm mbi kokë. Kryetari Totaj falenderoi dhe organizatën Jetimat e Ballkanit për bashkëpunimin e flytshëm. Halil Kastrati është shembulli i rrallë i bamirësisë që frymëzon. Kur bashkohemi për një qëllim të mirë, rezultatet janë madhështore. Projekti për ndërtimin e 50 shtëpive do të realizohet në faza duke i dhënë fund pasigurisë për 10 familje prizrenase dhe duke forcuar lidhjet humane mes institucioneve dhe komunitetit.